Kryefjala e kësaj periudhe Fevzi ka qenë përplasja mes Ramës dhe Spakut për çështjen Ballogu dhe pezullimin e saj nga detyra. Ç'është opinioni juaj i shkurtër për këtë konflikt, ja kesh dhe vetë sot, apo del Rama për herë të parë kundër Spakut? Sot ka prezantuar dhe ligjin për ndalimin e pezullimit kryeministit dhe disa zyrtarëve të tjerë. Dhe aty, në këtë ligj, propozimi që ka ai jep imunitet presidentit të Republikës, vetes vetë ministrave, avokatit popullit edhe në një tjetër. Guvernatorit bankës. Guvernatorit bankës, gjithë domethënë kanë imunitet këta. Dhe ne të gjithë popullata pjesa tjetër përveç këtyre njerëzve, s'ka më imunitet. Çfarë është kjo? E gjitha. Tani e para që Rama ka nisur një përplasje me Spak është evidente, nuk ka nevojë ta them unë sepse është e dukshme. E dyta, mbritja e Spakut në derën e Ballukut, edhe trokitja po themi tek Balluku në një farë mënyrë është trokitje në paradomën e kryeministrit. Unë mendoj që zgjidhja më e mirë e kësaj gjëje do kishte qenë që gjykata kushtetuese të mos zgjidhte vetëm rastin konkret në fjalë, megjithëse këtu ka një diskutim midis juristëve nëse këta i kanë dhënë një përgjigje përfundimtare rastit apo jo, po gjykata kushtetuese duhet ta kishte interpretuar zoti Rakipi, nëse një ministër pezullohet dot nga Spaku apo nuk pezullohet, duhet bënte interpretim të kushtetutës. Nëse gjykata kushtetuese do kishte marrë një vendim në këtë drejtim, pra jo ta kishte lënë të kishte folur me vendim përmes mos pasjes një shumice, pra nuk e normoi si çështje, do kishte qenë më mirë. Rama përfitoi nga kjo gjë për të çuar një normë e cila i jep atij dhe ministrave dhe këtyre personazheve të tjerë që unë mendoj janë futur më shumë për të krijuar përshtypjen që është për të gjithë, është për ju jep një lloj imuniteti që e ndalon Spakun të mund t'i kontrolloj, t'i pezulloj pa pasur një mandat. Sepse te Balluku ishte deputete dhe nuk mund t'i bënte kontroll. Po një tjetër, për shembull avokatit popullit, Spaku mund të shkojë t'i kontrolloj shtëpinë apo telefonin në çdo orar të ditës pa u bërë ky ligj, apo jo. Tani këtu ka një gjë. E vetmja gjë që unë nuk kuptoj dot dhe duhet ta sqaroj edhe vetë në emisionin tim sot është nëse Rama po e bën këtë vetëm për të garantuar ministrat e tjerë dhe veten e tij apo për bën një tentativë për të rikthyer në kabinet Ballukun. Që do të thotë. Të nuk je i qartë. Nuk jam i qartë sepse edhe këtu edhe konstitucionalistët që kanë pyetur ndahen dysh, sepse në momentin që vendimi i gjykatës kushtetuese do hyjë në fuqi brenda 30 ditëve, po themi, Balluku do lëshoj zyrën. Por me bërjen e ligjit të ri, Balluku do ta çojë çështjen në gjykatën kushtetuese duke kërkuar që të bjerë pezullimi i saj sepse një ligj i ri e ka rrëzuar pezullimin si koncept. Dhe me këtë rast mund ta rikthej prapë në qeveri mbas 3-4 muajsh. Po unë nuk e di nëse Rama e ka realisht për këtë, apo po tenton të blindoj veten, sepse çfarë mund ndodh? Mund ndodh që një moment caktuar tani duhet jemi të sigurt me një gjë. Frika më e madhe e politikës shqiptare është që Spaku ka një mbështetje ndërkombëtare dhe shpeshherë lëviz edhe me shtytjen e ndërkombëtarëve. Frika më e madhe e këtyre njerëzve çdo ndodhte nëse një moment Spaku do vendoste që të pezullonte Edi Ramën nga kryeministër. Mund të binte qeveria, mund t'i pezullonte njëkohësisht të dilte një çmendur dhe thoshë jo e çmendur, mund të gjente fakte ai dhe pezullonte dy veta, kryeministrin dhe ministrin, një ministër. Njëri shumë i shtitur dikje në Evropë, si është kjo? Nuk e di, nuk e njoh si procedurë. Edi Rama tha që nuk kemi deklarat. Duhet merr jurist. Tani shiko, vetëm në absolute që kemi asnjë rast ashtu. Atë vetëm ka një problem. Nuk ka në vend demokratik edhe të botë civilizuar që ti të ngrehet të kesh akuzë zyrtare për korrupsion e të rish në detyrë. Në botën e civilizuar japin dorëheqjen dhe shkojnë përballë. Kjo është detyrë e njeriut që akuzohet. Po pra, norm. Është normë demokratike. Ti dorëzon detyrën, tani pse thua ti në botën demokratike? Në Shqipëri, a e dorëzoi detyrën Ilir Meta kur pati një akuzë? Për 21 janarin, para 21 janarit. Një javë para. Po. A e dorëzoi Fatmir Mediu kur i ndodhi çështja e Gërdecit? A e dorëzoi mandatin, po detyrën Ilir Usmali kur pati një përgjim që qarkulloi që s'kishte lidhje ai fare, ishte dikush tjetër? Pra ka një standard. Po marr më tutje, Semir Tahiri kur u ngrit akuza nga ajo, a e dorëzoi dhe mandatin e deputetit dhe shkoi të hetohet? Ka dhënë 3 ajo. Me pra, është çështja e Ramës, nuk ka rëndësi. Nuk e pranon kryeministri. Po mirë, pra atëherë sepse Edi Rama thotë pezullim s'ka në asnjë vend të Evropës dhe unë nuk e bëj këtë gjë. Po mirë, s'ka. Nuk marr urdhra nga një gjyqtar. Patjetër, do japësh po jam një pushtet tjetër thotë dhe unë kushtetutën. Po e diskutueshme. Sot Reuteri kishte një artikull shumë delikat. Edhe gjykata kushtetuese. Nuk besoj ta kishte po. A e pe? Jo, se kam parë. Është artikulli i Reuterit vetëm 3-4 orë mbasi ndodhi në parlament. Mbasi ndodhi propozimi i ndryshimeve.
Dhe Reuteri nuk është kaq papunë sa të merret me ca ndryshime ligjore në Parlamentin e Shqipërisë, dhe ti e di shumë mirë, se është agjenci e lajmesh në nivel botror. E di, po shumë gjëra kanë lëvizur negativisht edhe në botën, mendoj unë. Por problemi është që nuk e di dëgjuat të fjalimin e Rubios ishte shumë interesant. Në shumë pikpamje, domethënë, një ti ke në Shtetet Bashkuara të Amerikës një president i cili ka filluar të presë edhe këto monedat e reja, çka ndalë këto kriptomonedat. Është vetëm problemi, president. Kam përshtypjen që Bashkuara të Amerikës është një rrymë e tërë, ajo ideja e magës, që po realizohet dhe po konsolidohet dhe në qëndrimet politike. Fjalimi J.D. Vance-it vitin e kaluar, fjalimi Rubios të vit, pavarësisht se i Rubios ishte në tone më diplomatike, kanë hedhur tezat reja, domethënë çështja edhe Merci tha, rendi botror i pas luftës dytë botrore nuk ekziston më, domethënë fjala e tij është shumë radikale. Nuk mund të rrezoj me një goditje me një shkelm vetëm në 6 muaj, 8 muaj Donald Trumpi. Nëse problemi diskutueshëm. Si të duken sot pozitat e Edi Ramës? Qeveria është përfshirë në disa skandale. A ka më legitimitet të qeverisë? Si e mendon ti? Tani, skandali Akshit është shumë i madh. Skandalet, do të thënë, akuzat ndaj Ballukut janë serioze, se nuk është e njëjta gjë, Akshit është skandal. Problemi kryesor është që në gjykimin tim Rama ka marrë goditje jo të forta, por shumë të forta. Çdo gjë do varet tani, sa do jetë drejtësia e aftë ti vërtetoj këto akuza që kanë ngritur, pra të bindi gjykatën për këto akuza, se akuza është akuzulli. Do shkosh në gjykatë. Sa do jetë drejtësia e aftë ta bind gjykatën për këto akuza, dhe problemi dytë është që Rama e ka nisur mandatin e 4 shumë më keq se ç'e priste dha i vet edhe shumë nga ne. Në fillim të mandatit shumë njerëz mendonin që Rama ishte i pathyeshëm, që kishte mbrapa edhe ca mandate të tjera. Unë sot mendoj që Rama është në pozitë shumë delikate, por që natyrisht këtu ka dhe një problem madh dhe mënyrën si duhet të reagojë opozita. Sepse po të pyetje ka mund tani pasaj si reagon opozita, se duket që problemi nuk është opozita, po është qëndron pikërisht kështu. Në qoftë se jo, nuk është problemi opozita, s'është problemi, po problemi është nëse opozita nuk është... Problemi është i tillë, në qoftë se ti thua gjithë këto gjëra, ky është mendimi im personal. Po edhe shumë njerëz. Ky është mendimi im personal. Por unë ndoshta mund ta kem gabim, se opozita gjykon vetë. Tani Sali Berisha del dhe vërtet para çdo proteste që tani erdhi fundi Ramës. Këtë në datën 10 rrezohet. Tani ka lënë datën 20 që mbaron, ikën Rama. Dhe ky është kilometri i fundit tot. Ky kilometri tani kush e di se do vazhdojë, se kush e di sa metra i ka... Tani e para ka një problem. E para... Fundi nuk vjen, ç'mendoni? Ku qëndron ngërçi i opozitës? Ta themi vetë një gazetar me shumë eksperiencë. Do ta them si e mendoj unë. Po si e mendoj unë. Po. E para njerë, opozita duhet bëj përpjekje gjigande për të ristrukturuar marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Kjo nuk është një betejë që e bën dot vetëm.